Javën që lan pas, Videofesti muzikor shënoi 10 vjetorin ndarjes së çmimeve për videoklipet më të mira. Dafina Zeqiri ishte ajo e cila mos e shpeshti u ngjitet në skemë për të rrëmbyer disa çmime prej 20 që ishin gjithsej. Mes tjerash, këtë natë kishte edhe performanca të ndryshme nga këngëtarët që ishin të pranishëm në sallë. Një gjë duhet cekur, krahasuar me vitet e kaluara, skena kishte krejtësisht tjetër pamje dhe merrte frym lirë. Për të gjithë ata që ju ka ikur ndonjë detaj, storia radhës ju rikthen edhe një herë pamjet dhe çfarë na solli Videofesti këtij viti. Tapetin e kush dhe vesh të juve tona, do i komentojmë një storie më poshtë. Kaluan 10 vjet, sa që e lëm shel syt. Kështu edhe Videofesti muzikor, ende po merr frym. Përkundër kritikave të suheshme gjatë dekadës, Videofesti mbijetoi. Mbijetoi për të vetmen arsye se është festivali i jetim në Kosovë, i cili mbledh yjet në një vend. Para dhe pas festivalit, qohet pluhur. Gjithçka nis me pak nacit e estradës për nominime e deri ndoshta te kërcënimet nga të dyja palët. Por kur të vi momenti, siç duket gjithçka shuhet, dhe të gjithë i shohim të pispillosur dhe duke shkëlqyer, mbase kanë kuptuar se do ketë çmim edhe për ata. Tek atëherë do marrin mundin e të vinë. Ky vit jubilar ngërthen disa ndryshime, duke filluar nga lokacioni e deri tek televizioni. Korporata Inkus kishte menduar të sillte pak freski. Mundi u vërejt sa të pak, por jo gjithçka shkoi mirë. Videofesti shquhet për parakalimin e yjeve në të pion e Koq. Po ta krahason me ndonjë festival tjetër në Shqipëri, e para do të ishte larg më e mira. Mirë po problemet e TPU të Koq shpeshherë janë karakterizuar me reshje shiu, të cilat kanë zbej pak sa glamure. Edhe ndrimi i datave nga maji në qershor nuk e shpëtoi këtë vit nga shiu festivalin që nuk bënte ndonjë problem të madh. Takit e larta, fustanet elegante, vithet e gjoksit në par, na lan të kuptojmë se këtë vit do eksplodonim nga seksi, e meshkujt të veshur si macho nuk ishin keq në syrin e femrës. Kurse publiku i jashtë sallës 1 tetori që përbëj nga studentët e konviktit, broriste pa ndërprer. Kush mori brorimat më të mëdha? Ndjenja e mirë që merrin nga ulërimat e fansave, disi i verbante, u jepte kurajo dhe gjithçka ju dukej më mirë. Shumë po më pëlqen, dhe qenë se janë diska fillu kur gjo, po hymja, njerës, kolegë, shumë bukur, shumë bukur. Skena koka e mirë, veri ma i madhë që tërë. Ma mirë se era tjera që jena kona. Doget po gja mirë, edhe në hymje kalova shumë bukur, kishte një publik mrekullueshëm para sallës. Po vjen mirë që është ma shumë njerëz dhe artistë marrin pjesë në këtë Videofest. Shumë e mirë, kam përgatit. Mirë olla shumë bukur, si vjetë Videofesti shumë ma i madhë, ma i pasun, me artista plot, edhe me çmime që shpeshro plot. Një mrekulli, nuk e di, unë kam 6 vjetë pa qenë prezent Videofest dhe mund të them që ishte si një red carpet i vërtet. Jo që salla nuk ishte më mirë këtë vit, vendi për të ullur të ftuarit duke se ishte pak më në rregull. Prezantuesit e si vjetëm, hypën në skenë me këmbë të djathtë. Çmimet filluan të jipen, kështu që të gjithë ata që morën mundin të vinë, nuk mbetën duar thatë. Vesa, Kejos, Nora, Andosi, Dafina, Albatret Muqiqi, Adelina Emini, Gjira, të gjithë u shpërblyen. Ka shumë çmime mirë se ardhën edhe shumë i mirë, bez duet. Kam bërë shumë duete në këtë vit, kështu që unë dola fituesja, nice. Ah po, për pak harova dhe Gentën, e cila me videohitin e saj nuk ishte fare nominime, por mori çmimin e televizionit. Por më së shumti çmime, rëmbeu Alban Skenderaj dhe Dafina Zeqiri, të cilët morën me vete plot 3 çmime. Kom shpresu me i marrë qëto çmime, nuk i kom prit që kam e marrë ka qëmë çmime, jam shumë e lumtur, kështu që falenderoj. Me gëzim i lumturi, dilnin në skemë për të grabitur çmimet, ndërsa shumë tjerë shenin me plot xhelozi.
Dafina Zeqiri së bashku me Letrin ishin pasi kulmi i videofestit muzikor, ku pasi performuan këngën Po m'pëlqen. Për t'i dhënë fund të gjitha fjalëve rreth lidhjes së tyre, Letri dhuroi Dafinës një puthje të ngrohtë. Por spektakli nuk ndaloi. Performuan edhe shumë këngëtarë të tjerë si Vesa Luma, Kaltrina Selimi, Jonida Maliqi e shumë tjerë. Pas një nate të gjatë, pak mbasi të lodhshme pritjes se kush do e fitonte çmimin e madh për këtë vit, i erdhi fundi. Sa po Albani shkeli skenën, e gjithë salla filloi të zbrazej. Askujt më nuk i interesante se çka ato të ndodh. Kështu edhe ky videofest kaloi me disa probleme, të cilat siç duket po i përcjellin këtë festival vit pas viti. Sidoqoftë, videofesti muzikor është gjithmonë kënaqësi të përcillet, të pëlqejet, nuk pëlqejet, kritikohet, lavdërohet, por në fund të fundit, për 3 ditë sa zgjat kjo mrekulli, merremi me to dhe pastaj presim vitin e ardhshëm me shpresë të na befasoj për të mirë. Por ajo çka nuk mund të mohojmë është se për këto orë të gjithë që përjetojmë videofestin muzikor, sjell glamur, gëzim, zhgënjim dhe argëtim.